Lumi rrjedh 168 milje nga malet e Pindit në Greqi, përmes kanjoneve të ngushta, fushave dhe pyjeve në Shqipëri, deri në bregdetin e Adriatikut. Sipërfaqja nën mbrojtje është 12.727 hektar dhe përfshin gjithë sipërfaqen ujore dhe bregore të lumit, bashkë me sipërfaqen tokësore dhe 3 degët e lumit Vjos, Drino, Bënç dhe Shushic. Shpallja e lumit Vjosa park kombëtar nuk kupton se në të nuk lejohet asnjë ndërtim që cënon lumin dhe ruajtje të biodiversitetit. Diçka e tillë nuk kupton dhe lehtësi në zgjidhjen e sfidave me të cilat përballet ekosistemi, si ndotja e ujit dhe tokës, menaxhimi i mbetjeve dhe shpyllëzimi. Gjithashtu, shpallja e parkut kombëtar krijon dhe mundësi ekonomike për komunitetet lokale nëpërmjet turizmit të përgjegjshëm. Marrja e statusit park kombëtar nuk kupton që Vjosës do t'i ofrohet mbrojtje sipas standardeve më të larta ndërkombëtare, duke siguruar integritetin e saj ekologjik, duke lejuar që të ndodhin procese natyrore dhe duke mbështetur populatat e të gjitha specieve vendase. Por si filloi betejë për mbrojtjen e Vjosës? Disa leje për hidrocentrale ngritën alarmin. Në atë moment, ishin planifikuar rreth 45 hidrocentrale në të gjithë rajonin. Hidrocentrali i parë në Vjosë është ai i Kalivaçit, leja e të cilit daton që në vitin 1997. Ndërtimi i digës filloi në 2007, por është ndaluar disa herë. Hidrocentrali i dytë më i madh në Vjosë është ai i Poçemit, dhe diga e tij ishte planifikuar të ndërtohej afër fshatit Poçem. Propozimi 45 digave në Vjosë, 8 në lumin kryesor dhe 37 në degët e tij, sipas shoqatave dhe organizatave ambientaliste, do të shkatëronin sistemin lumor. Kështu nisën protestat e para dhe ankimimet në gjykata vit pas viti. Fushata për mbrojtjen e lumit Vjosa ka nisur që nga viti 2013 dhe një vit më pas, mori dhe vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Media e parë e huaj që shkroi për Vjosën ishte Der Spiegel, pasuar nga The Guardian dhe më pas shumë media të tjera vendase dhe të huaja, të cilat i dhanë një hong kësaj kauze. Në vitin 2017 u bë koncerti i parë protest në sheshin Skënderbej në mbështetje të kauzës së Vjosës. Shumë artistë u bashkuan këngëtarëve Eda Zari dhe Elina Duni, të cilat ndërmorën këtë nismë. Disa prej këtyre artistëve i dedikuan dhe një këngë lëvizjes kundër eceve në Lumenj, që tashmë kishte marrë një ehon shumë të madhe edhe prej çështjes së hidrocentraleve në Valbon. Fushata për mbrojtjen e Vjosës mori një shtys, kur Leonardo DiCaprio postoi në lidhje me të në Instagram në vitin 2019, duke thënë: "Ky është një nga lumenjtë e fundit e egërt e Europës, por për sa kohë?" Thirrja e DiCaprios mori mbi 300.000 pëlqime. Kompania amerikane Patagonia ka qenë po ashtu një ndër kontribuesit kryesor në kauzën e Vjosës. Tashmë, prej muajit maj, lumi Vjosa është më pranë se kurrë përfshirjes në listën e UNESCO-s, si pjesë e rrjetit të rezervave të biosferës. Komiteti ndërkombëtar i Këshillit për Rezervat e Biosferës ka miratuar dosjen e aplikimit. Në shkurt 2025, Departamenti i Shkencave Ekologjike dhe të Tokës pranë UNESCO-s konkludoi se dosja e Vjosës përmbush kriteret dhe rekomandoi miratimin përfundimtar. Nëse gjithçka shkon sipas pritshmërive, në shtator 2025, Vjosa do të shpallet zyrtarisht rezervati biosferës në listën e UNESCO-s, duke forcuar statusin e saj si simbol i mbrojtjes së natyrës në Europë dhe modeli bashkëjetesës së komuniteteve me mjedisin.